në raportet e fundit kemi përmendur, domethënë pikërisht po më flas për vitet paraprake, për mungesë të programeve riedukuese dhe risocializuese për të burgosurit. Mirë po, siç e përmendi edhe drejtori, viteve të fundit ka pasur një lëvizje, një progres, domethënë këtë drejtim, ku është rritë numri i programeve të tilla, të cilat kryesisht mbulohen apo shërbehen prej organizatave të jashtme, në si formë donacione, domethënë programe që janë të kontraktuara prej organizatave kryesisht jo qeveritare, megjithatë institucionet korrektuese i doin domethënë programe më të qëndrueshme në mënyrë që mos me ndërprej kontinuitetin e rehabilitimit dhe reintegrimit. Megjithatë, sikurse në të kaluarën edhe në vitin e kaluar në konferencën e fundit apo në publikimin e fundit të raportit, ne kemi rekomanduar që duhet të ketë programe të individualizuara për secilin person në mënyrë që të arrihet qëllimi i dënimit për çka është në burg. Secili person prej atyre që i përmendi drejtori që janë mbi 1600-700 të burgosur në përburgjet e Kosovës, ka karakteristikat e tij personale dhe sigurisht që edhe plani i trajtimit apo rehabilitimit duhet të jetë i veçantë dhe individual. Për momentin, institucionet korrektuese ofrojnë disa programe, por të cilat tani për tani jepen më shumë të përgjithshme për të gjithë të burgosurit. Por që mungon ai individualizimi në bazë karakteristikave, nevojave dhe interesave të burgosurve. Ne kemi të burgosur të moshave ndryshme, të nivelit intelektual të ndryshëm, të regioneve ndryshme dhe kështu që duhet ju përshtaten ato programe në mënyrë që ata kur të dalin nga burgu të jenë persona të dobishëm për shoqërinë, me qëllim që mos të jenë më përsëritës të vepra penale, të jenë persona që i shërbejnë shoqërisë, pra me ato programe edukuese, risocializuese që i marrin në burg, të jenë gjendje dhe të aftë të angazhohen qoftë në punë, qoftë të integrohen në shoqëri pas lirimit. Faleminderit shumë, po vazhdoj me juve, zotëri Bllakaj, njëjtë sa keni pa që ka programe të rehabilitimit dhe reintegrimit në shërbimin korrektues të Kosovës dhe si kanë funksionuar ato prej perspektivës tuaj? Unë kam pas fatin e mirë që kam qenë pjesë e shërbimit korrektues të Kosovës për një kohë, pak më gjatë, edhe ndihna shumë krenar për këtë punë. Sidoqë tjetë, deri në kohën sa kam qenë në këto programe, pothuajse kanë qenë një ekzistente, për arsye se kanë qenë në konsolidim edhe shumë gjona tjera ma primore se sa kjo ndoshta. Por ato që ai përcjelli prej sartit, e di që kanë bërë programe që brenda burgjeve, të shtyllë përveç shkollave normal, që edhe programe tjera për aftësime profesionale të ndryshme, e kështu me radhë. Ato, nësa kuptoj unë, ato janë të vazhdueshme, por ndoshta u përmend pak më herët prej drejtorit që ato programe do të jenë dinamike, që të ndryshojnë dhe të përshtaten me nevojat që pritet ata kur dalim prej burgut. Sidoqë tjetë, gjithmonë ka pas një pengesë ose një mangësi, e mendoj që edhe tani mangësia që ndron në hallkën esenciale që ndërlidhet mes sistemit penitenciar së burgjeve dhe si do të procedohen tutje të posa dalir nga burgu. Pra, ata mund jetë përgatitur, ose ju afrohet mundësia, du të me da dhe këtë, nuk mujmë me detyru dikon me punu ose me ba një zanat. Por për ata që do të afru shumë mundësi. Pra, kur dalim prej burgut, atëre kush merret me ta dhe qa bojnë ata. Pra, këtu është pak më problem. Kjo halk mungon komplet. Natyrisht unë mendoj që organizatat të ndryshme mund të jenë me tepër dobi në këtë drejtim, po pse jo edhe sektori privat. Po saqërisht ashtë që ka dhe mungesa të punëtorëve. Kjo ka qatë dikur, ka qatë pa imagjinueshme që një burgosun lehtësisht me gjetë një punë. Por tashti na e kem pa që po më i kanë me gjetë ato shpejt. Atëherë duhet jetë një ndërlidhjen mes burgjeve, përgatitja para se del për burgut, edhe që t'i afrohet me njëherë një organizat, një trup, ose një qado tjetër, që t'i ofroj mundësin për aktivitetet tjera të punës, s'do më thonë tjenë vetën të punës, mund tjenë edhe të vazhdimit shkollimit tjetër, aktiviteteve tjera nështë që ka të interesu me kështu me radhë. Menaj du të më punu, këtu nuk janë përgjese vetëm
burgjet ose shërbimi sprovues, kjo është duhet të jenë institucione tjera, e mas pari duhet ta kuptojnë mirë që kjo është në interes të jashtëzakonshëm për njerëzit që kalojnë nëpër sistemet penitenciare ose burgjeve. Natyrisht temë shumë rëndësishme për cilën do të diskutojmë se a ka diçka konkrete që ofrohet për personat e dënuar pasi që ta përfundojnë kohën e korrektimit në burgje, por të ndalemi pak te kjo pjesa gjatë kohës sa janë në burgje të dënuarit. A mund të na flasësh zoti Dibrani për programe specifike, projekte specifike që jeni edhe duke i zbatuar konkretisht tani me organizata partnerë të shoqërisë civile? Çka konkretisht kalojnë të dënuarit për të rehabilituar? Po kjo që në pak të Fatmirja, Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijeturve nga tortura në vazhdimsi e ka monitoru shërbimin korrektues të Kosovës. Edhe neve na ndihmon jo vetëm që kërkojmë ty, po secili partner, secili institucion që monitoron dhe rekomandon se si të veprohet tutje, për neve është një lehtësi e madhe, sepse në vazhdimsi kemi zbatuar gjitha rekomandimet si të avokatit popullit, që kërkëmbëtës dhe organizatave tjera jo qeveritare. Mos gaboj prej qershorit vitit kaluar, kemi qenë pa marrëveshje të bashkëpunimit dhe ka mungu monitorimi tek tash është nënshkruar marrëveshja. Pse ka ndodhur kjo zbatim? Po është modifikuar marrëveshja. Për ndryshe, neve kemi filluar edhe planifikimin, kemi themeluar në fakt qendrën, ka qenë si pilot projekt qendra për vlerësim dhe klasifikim të personave. Fillimisht secili person që vije në vujtje dënimit vendoset në qendër, bëhet plani individual, bëhet vlerësimi paraprake, kalumja kriminale, ato që i tha drejtoresha më herët, personat cilët nuk kanë rënë ndesh asnjëherë me ligjin i përshtatet nevojave të tyre, po ashtu personat që kanë pas vepra më herët, kështu që bëhet një planifikim i dënimit, një vlerësim paraprak, në cilin institucion duhet dërgohet, të cilat programet duhet nënshtruar këta persona. Tash rezultati edhe i kësaj është rritë edhe numri i pjesëmarrësve, i personave, i të përgjohësve që janë të përfshirë në programe rehabilituese. Natyrisht se ka sfidat kryesore që nuk e potencova në pyetjen e parë janë rastet psikiatrike, numrin vazhdimsi, numri i madh i këtyre rasteve, edhe pse edhe në këtë drejtim kemi ecur tutje, jo deri kemi themeluar institucionin për trajtimin e personave me nevoja të veçanta dhe është sot aktiv edhe është model jo vetëm për rajonin. Jo vetëm organizatat jo qeveritare janë ato që zhvillojnë edhe na kanë asistuar dhe na ndihmojnë për zhvilluar programet rehabilituese. Vetëm 2 vitet e fundit numrin e zyrtarëve sociale kemi rritur për 12 persona. Kjo në mas të madhe na ka lehtësuar që me rrit edhe numrin e pjesëmarrësve të përfshirë në programe rehabilituese, po i përmend dysa që më ju përgjigj edhe Safet, dysa projekte që janë shumë të rëndësishme. Për shembull, një projekt kemi tash sfundmi me organizatën jo qeveritare Monumenta, organizatë e cila ka trajnuar të burgosurat për artin, Art në Burg, edhe ashtu quhet edhe si projekt. Është mbajtur një ekspozit në bibliotekën kombëtare ku të burgosurat i kanë ekspozuar punimet e tyre që i kanë punuar brenda burgut. Këto punime janë shitur dhe të mirat materiale nga shitja e këtyre janë kthyer në buxhet personal për këto të burgosura. është të vazhdu projekti prap, është nënshkruar marrëveshja e re me Monumentin. Marrëveshjet e tilla kemi pasur edhe me organizatën gjermane Help Kosova. Organizatë e cila neve na kanë ndihmuar fillimisht për trajnuar të burgosurit brenda burgut në një zanat të cilën ata kanë përzgjedhur që është vlerësuar që kanë dhuntima tepër. Pas lirimit, kjo organizat ka ndihmuar që këta persona edhe të ndihmojnë në hapjen e biznesit me materiale të ndryshme, janë punësuar dhe janë kthyer si persona të dobishëm për shoqërinë. Natyrisht ta mjafton një projekt i tillë jo, sepse duhet ketë shumë më shumë projekte, natyrisht se duhet ketë bashkëpunim interinstitucional, jemi në këtë hap, kemi filluar vizitat me komuna të ndryshme, ku neve duhet njoftuar komunat përkatëse, paraprakisht kur një person vije para përfundimit vujtjes dënimit, njoftohet komuna për të kaluar e tij. Natyrisht jo detajet cilat neve na i lejon ligji, po për të kërkuar nga zyret për punësim që këta persona të kenë prioritet në zanatet që kanë marrë në burg, edhe të kenë mundësi edhe të punësohen në komunat të ndryshme. Natyrisht, prapë e them që këto duhet një bashkëpunim ndërinstitucional edhe me Ministrinë e Punës, Mirëqenies Sociale, po edhe me aktorë të tjerë.